الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Gjitha falënderimet dhe lavdërimet I takojnë Allahut subhanahu wa ta'ala. Ata falenderojmë për ti falje dhe ndihmë kërkojmë të kaj pëndohemi dhe vetëm atij për ulemi dhe nështrohemi. Kërkojmë botën Allahut azza wa jall nga të këqijat e vetës son, si dhe nga të këqijat e veprave tona. Me të vërtet, atë që Allahu udhëzon në rrugë të drejtë nuk ka kush që humb, ndërsa atë që lën në humbje nuk ka kush që udhëzon pas tij subhanahu wa ta'ala. Dëshmoj se vetëm Allahu është ai I cili meriton të adhurohet me të drejtë, I cili është I vetëm dhe I pashoq, si dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I tij. Salavatet e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Fjala më saktë është fjala e Allahut subhanahu wa ta'ala, udhëzimi më I mirë është udhëzimi I profetit tonë të dashur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Veprat më të urryera janë risit, bidatet, çdo risi është humbje dhe çdo humbje përfundimin e ka në zjarrin e xhenemit. Të nderuar vëllezër, fillimisht e këshilloj vetveten e pastaj edhe juve me devotshmëri, me frikë, me përulje ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala, nga se kjo është porosia e Allahut madhreshëm për gjitha krijesat, që nga njeriu I parë deri tek I fundit në këtë dynja. E falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala që me mirësitë e tij na ka mundsu që të arrijmë këtë ditë dhe vetëm se më afro gati thojase në muajin e begatshëm, në muajin e Kuranit, në të cilin Allahu azza wa jall e ka zbritur Kuranin. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala për të ka folur në Kuran, pashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sunetin e tij për vlerën e këtij muaji të begatshëm. Allahu azza wa jall me mirësinë e tij I plotson, me mirësinë dhe rahmetin e tij I plotson dhuntit të mirat ndaj robërve të vet, sepse ai është bujar, është I gjithëmshirshëm, u adon të mirën krijesat të veta. Për këtë arsye I ka çu pejgamberët mubashirin, mundhirin, përgëzues dhe qortues. Përgëzues për atë që bën vepra të mira, kurse qortues për atë që bën vepra të këqija. Allahu subhanahu wa ta'ala secilën porosi që na ka porosit, sidomos porosit që kanë ardhur bi nida'il iman, me thirrjen ja ayyuhalladhina amanu, ja ayyuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besuar, nuk ka asnjë fije dyshimi se këto porosi që kanë thënë selefi, ose janë urdhëresa nga Allahu që na urdhon me diçka, ose janë ndalesa që Allahu na ndalon me diçka tjetër. Sa për këtë këtij muaji, agjerimit e tij, Allahu subhanahu wa ta'ala thot: ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju të cilët keni besuar. Thot Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kur Allahu thot o ju të cilët keni besuar, thot me një fjalë dëgjoni me vëmendje dhe përqendrohuni te ajo që Allah azza wa jall e potencon ose e cek pas thirrjes. Se do thot Allahu ose të urdhëron me diçka ose të ndalon me diçka. Në këtë rast Allah azza wa jall thot aleikum kutiba aleikum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O është bërë obligim agjerimi, ashtu si që është obligim edhe për ata të tjerët para jush, për popujt e mëhershëm. La'allakum tattaqun, kështu që të bëheni të devotshëm, të
Ti keni frikën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Njerëzit zakonisht janë kurështar mi ditë hikmet, urtësit e dispozitave të Allahut azza wa jall. Edhe është e natyrshme me pyet. Nuk është diçka e keqe, nuk është ndaluar. Mirë po Allah azza wa jall këtë ajet kuranor nuk ka lënë hapësirë për pyetje. Edhe pse ndoshta dikush pyet, vetë fjala Allah azza wa jall në fund të ajetit la'alakum tattaqun, kështu që të bëheni të devotshëm, të keni frikën e Allahut azza wa jall, ta shtoni takvallahun, devotshmërinë, kjo jep me kuptu që një është për arsyeve kryesore, çka Allah azza wa jall e ka bërë obligim agjërimin. Thot Sheikh Uthaymeen rahmetullahi alayhi, nga njëri nuk e din urtësinë, hikmetin, çka Allah ka bënë obligim ose ka bënë ndalim. Mirë po, vetë urdhresa ose ndalesa që vjen prej Allahut, ose vetë urdhresa dhe ndalesa që vjen prej Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kjo është hikme, kjo është urtësi. Edhe i robit, besimtarit e sinqert, me Allahun azza wa jall, me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kjo i mjafton. Allahu azza wa jall na ka bërë obligim muajin e Ramazanit për të agjëruar, që ne përmes tij të arrijmë devotshmëri. Do të thotë, edhe pse na ka bërë Allah obligim, prap dobia është për neve. Ne kemi interes personal se fitojmë devotshmëri. Kur të fitojmë devotshmëri, çka do të thotë kjo? Al-wiqayatu min an-nar. Mburoj nga zjarri i xhenemit, çka janë të nevojshëm krejt njerëzit, e posaçërisht ne, cilat ecim rrugën e Allahut, rrugën e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj Allahu kur ka fol për të ka thënë ayyaman ma'dudat. Ditë caktuara, nuk është tër vitin, nuk është tër jetën, është një muaj, varësisht sepse ky është muaj hijri, që bazohet në ndrimin e hënës, ndonjëherë është 29 ditë, ndonjëherë 30 ditë, po çfarë do të thotë ayyaman ma'dudat, ditë të caktuara. Allahu subhanahu wa ta'ala në ka privilegjuar mesin e umeteve të tjera. Me ditë caktuara me arrit kënaqësitë e Allahut azza wa jall. Me ditë caktuara me arrit devotshmërinë takvallahun te Allahu azza wa jall, e cila na bën dobi në këtë botë edhe në botën tjetër. Njerëzit nuk e meditojnë këtë çështje. Devotshmëria sjell të mira në këtë botë edhe në botën tjetër. Një prej të mirave të kësaj bote është që Allah azza wa jall është ndihmën e robit. Të në herë për krah e ndihmon e furnizon me gjëra të mira, i jep mirësi kësaj botës, po ajo më e madhe, që është më vlefshmja, është dobia e ahiretit, ku njeriu shfaqet para Allahut azza wa jall dhe është triumfues. Pse është triumfues? Sepse i ka realizuar, i ka përmbushur dhëresat e Allahut azza wa jall. Edhe i ka braktisë ndalesat e Allahut azza wa jall dhe ka arrit me realizu devotshmërinë, e ka adhuru Allahun azza wa jall me adhurim të vërtetë dhe të mirëfillt, duke bazuar rrugën e tij që ka thënë Kur'an dhe rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në sunetin e tij. Allah azza wa jall na porosit neve gjithë muslimanëve. Faman shahida minkum ash-shahr falyasum. Kush për ju që arrin këtë muaj, duhet të agjëroj. Ne nuk pohim dispozitat, kush tolerohet, kush nuk ka drejt mësë me agjëru, kush ka drejt me hëngrë gjatë Ramazanit, masanej me kompenzu. Këta janë mesele tjera, janë çështje tjera. Mirë po, kjo është një urdhën për Allahut azza wa jall, faman shahida minkum ash-shahr falyasum. Dhe thot kush e arrin këtë muaj, le të agjëroj. Njeriu nuk ka arsyetim, nuk ka justifikim me hedh poshtë urdhën e të madhit Zot. Pse? Sepse urdhat e Allahut azza wa jall janë urdhna të prerë. Urdhna të prerë. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Është plotësuar fjala e Zotit tënd, kuptimi i ajetit. Sidqan wa adla. Sidqan fi akhbarihi wa adlan fi ahkamihi. Ka thënë mufassirin komentues, është plotësuar fjala Allahut azza wa jall, sidqan fi akhbarihi, është vërtet në atë që tregon, çdo gjë që përmendet në ta. Wa adlan fi ahkamihi, çdo gjë është e drejtë në dispozitat që ceken në ta. Kush është kjo? Fjala Allahut azza wa jall. Çka është për qëllim me fjalën e Allahut?
gjithësisht Kur'ani, fjala Allahut azza wa jall, e cila minhu bada wa ilayhi yaud, prej atij ka fillu, domethënë ka ardhur edhe tek ai kthehet. Për këtë arsye, besimtari nuk duhet me pas dyshim, muslimani nuk duhet me pas dyshim në këtë çështje. Pse? Sepse urdhat e Allahut azza wa jall janë të drejtë, janë të saktë, janë të mirëfillt, janë të dobishëm. E para kryesorja është urdhën prej Allahut azza wa jall. Pastaj të ka shumë dobi. Për agjërimit ka dhe dobi, se Sheikh Uthemini rahmetullahi alayhi. Sa për këtë dispozitave, fillimisht do të më përmend ato që ka përmend Allahu ose pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj më përmend dobi tjera, nuk ka kur gjë të keqe. Mirë për njerëzit duhet me ditë. Sa agjërimi ka dobi, është cek në ajetin që e përmendën më së pari. La'allakum tattaqun. Që ju të bëheni të devotshëm, të arrini devotshmërinë tek Allahu. Po megjithatë, Allahu azza wa jall ka bërë dobi të tjera, ndërto ka raste për shëndet, a forma të ndryshme. Po jo vetëm namazi, jo vetëm agjërimi, po edhe namazi ka dobi të veta, domethënë për trupin, aspektin fizik. Mirë po, çka është më rëndësishme me ditë se këto janë çështje dispozita prej Allahut azza wa jall, edhe përmes tyre njeriu arrin devotshmërinë, kjo është parsorja, kjo është kryesorja, edhe njeriu kur agjon Ramazanin do të me hi me njetin, që Allah ka bë obligim, që është shtylla e Islamit, që përmend në Kur'an, vlera e është shumë e madhe. Allah azza wa jall ka thënë një ajet kuranor, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, muaji i Ramazanit është muaji në të cilin ka zbrit Kur'ani, libri i Allahut azza wa jall. Me qenë në dorën tonë libri i Allahut azza wa jall, me qenë në dorën tonë fjala e Allahut të Madhërisëm, që ne me lexu ditën natë, edhe mi fitu ka 10 sevape për çdo shkollë. Kjo është një prej asaj veprave shumë të rëndësishme, por është për sukseseve dhe privilegjet të mëdha që na ka dhënë Allahu azza wa jall. Njerëzit vojnë me lexu librin e një filan autori, që ndoshta as nuk është besimtar, as nuk beson as në fe, as është ateist, ndoshta edhe ka fjalë të këqija ndaj krijuesit fuqiplot, por njerëzit vojnë për shkak të famës që ka. Po libri i Allahut subhanahu wa taala e ka famën e pakrahasueshme. Për çfarë arsye? Sepse është fjala e Allahut azza wa jall. Allah azza wa jall kur ka fol për Musa alayhi salam ka thënë: "Wa kallama Allahu Musa taklima." Allah i foli Musait me fjalë. Kjo është për argumenteve. Ithbatu sifat al-kalam. Pohimi i cilësisë të folërit të Allahut. Po çka do të thotë Kur'ani që Allah azza wa jall ka bërë librin e fundit, që i ka përmbyll librat e veta në tokë, e ka përmbyll fjalën e vet në tokë, e ka përmbyll misionin e pejgamberisë në tokë, dhe Allahu azza wa jall ka zbrit në ta çka është e dobishme për njerëzimin deri në ditën e gjykimit, mirë por njerëzit fatkeqësisht nuk i marrin parasysh. Ja kanë kthyr shpinën e librave të Allahut azza wa jall, edhe më herët para Kuranit, po me ardhen e Kuranit ato janë abrogu, domethënë janë anuluar si dispozita, sepse Allahu ka përmbush misionin e tij me pejgamberin tonë të fundit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mirë po me zbritjen e Kuranit, me librin e Allahut azza wa jall, që ka zbrit në Ramazan, kjo na tregon se çfarë vlera dhe peshë të madhe kanë muslimanët në mesin e popujve të tjerë, mesin e ummeteve të tjera. Allah azza wa jall ka ndëruar, ka thënë një jahudi, sikur të kishte zbrit tek ne ajeti kuranor i fundit, al-yawma akmaltu lakum dinakum, sot përsosa për ju fen tuaj, ka thënë ne kishim marrë këtë ditë feste. Ai jahudi armik i Allahut azza wa jall, që shpifin ndaj Allahut subhanahu wa taala, e ka thënë këtë fjalë sepse ata dinë vërtetën po mohojnë, e dinë vërtetën po shtrëmbrojnë, e dinë vërtetën po nuk e besojnë. Do thotë kjo tregon për kryenësinë, kufrin e vrasë që e kanë këta si milet, si popull. Po ne si besimtar, kur të ndëgjojmë këtë ajet kuranor, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan, na zgjeron gjoksat, na çetson shpirtin, na hap syt, na të kuptojmë që bëm vëmendshëm. Pse? Vëmendja e bën robën me qenë i kthjellët, mos më ron gaflet, me shkujdesje. Pastaj i përbush obligimet që ka ardhur Kur'an edhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu Allah azza wa jalla thot një ajet tjetër kuranor, "Kadha kitabun anzalnahu ilayk." Këtë libër ta kemi zbritur ty o Muhammed.
mubarakun, i begatshëm, liyatadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab. Për çfarë qëllimit? Me meditu në ajetet e tij, në ajetet e Kuranit, famlart, pastaj wa liyatadhakkaru ulul albab, dhe njerëzit mu këndel, mu përkujtu, mu përmend, që për i thëmë me këtë gjuhën moderne, më thonë, mu përkujtu, me dalë pi gafletit, pi shkujdesjes, sepse njerëzit fatkeqësisht janë shkujdesi. Po kjo shkujdesje ka harri kapa dhe njerëzit e imanit, sepse të rrëthuar nga epshet, nga dyshimet, shahvat, shohbat, nga mashtrimet të ndryshme, nga gjonat e këqijat kësaj bote, vjen njeriu në shkujdesje. Për këtë duhet me lexu Kur'anin, me meditu në të, dhe me pas parasysh vlerën e tij. Aq shumë ka vlerë kjo, domethënë leximi i Kur'anit, pastaj sidomos në Ramazan, Gjibrili alayhis salam ka ardhur në hadith sahih, kana Jibril yudarisu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana fi kulli Ramadan. Ka ardhur Gjibrili në çdo Ramazan te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ja ka mësuar domethënë Kur'anin çdo Ramazan. Këtë tregon për vlerën me zbrit Gjibrili alayhis salam, një për me lajkën të Allahut azza wa jall të ndershme, që e ka sjell shpallët e pejgambert e Zotit, këtë tregon për peshën, vlerën që ka ky Kur'an, kjo fjalë Allahut azza wa jall, po saqërisht në këtë muaj të bagatshëm, në muajin e Kur'anit, domethënë në Ramazan. Pastaj ka ardhur një transmetim për Imam Malikut rahmetullahi alayhi, që thuhet: "Idha dakhala Ramadan aqbala ala al-Qur'an wa taraka ghayrahu." Imam Maliku rahmetullahi alayhi ka qenë i njoftën imamu Darul Hijra, imami i Darul Hijrës, imami i Medines. Pse kanë thënë Darul Hijra? Se edhe mbo hijret për Mekës në Medine, edhe ka me Darul Hijra, vendi ku bo hijret, emigrimi, ka qenë i njoftën për derset e tij, për mësimet e tij, fesë që ka majt njerëzve, po kur ka hyrë Ramazani, o drejtu ka Kurani dhe ka lënë gjithat e tjera. Kjo nuk do me thënë që është haram me majt derse, kjo nuk do me thënë që është haram me majt këshilla, ose nuk lejohet, po kjo të tregon për vlerën që ka Kurani dhe ibadetin e përgjithësi. Imam Maliku rahmetullahi alayhi, kësar ka hyrë Ramazani, është përkushtu o marrë me Kur'an dhe i kalon gjanat e tjera. Kjo tregon vlerën, peshën që ka Ramazani, e sidomos leximi i Kur'anit. Pastaj ka ardhur një hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku në fakt e transmeton Buhariu dhe Muslimi, po janë 3 besharate, 3 përgëzime, që Allahu subhanahu wa ta'ala i ka bërë për këtë umet. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka cituar, na ka thënë, dhe sahabët radhiyallahu anhum i ka transmetuar. E para për ty ne ka thënë: "Men sama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi." Kush agjeron Ramazanin me iman, jo me agjeru Ramazanin për dieta, me hek bipesh, po me iman, wa ihtisaban, me shpresë në shpërblim, kjo shumë e rëndësishme, me pas parasysh, edhe me iman, po edhe me pas ihtisab, me pas shpresë në shpërblimin Allahut subhanahu wa ta'ala, ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allahu ja fal mëkatet e kaluara. Kjo është e para, myshdja e para Allahut azza wa jall, përgëzimi i parë. Se kjo është i Allahut azza wa jall, me pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka cituar, ja ka kumtuar umetit të vet sallallahu alaihi wasallam. E dyta, men qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kush falet në Ramazan me iman dhe me shpresë në shpërblimin e Allahut azza wa jall, Allahu subhanahu wa ta'ala ja fal mëkatet e kaluara. Kjo dyta. E treta, thot men qama lejlatul qadri imanan wa ihtisaban, ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kush falet, bën ibadet, agjeron në krejt, do të thonë tana ibadetet i përfshit, do të thonë edhe farzët e sunetit, po sidomos natën e Kadrit, kush fal namaz,
Namazin e natës, lexon Kur'an, bën dhikr, bën dua, bën istighfar, jep sadaka, jep zeqat, jep sadakat rëndom që është përgjithshme. Krejt këto ndikojnë që Allahu subhanahu wa ta'ala më fal gjunohet. Të tri përgëzime që ka ardhur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka transmetuar Abu Huraira radhiyallahu anhu. I përmendin Buhariu, Muslimi. Këto janë domethënë përgëzime, myshde për besimtarët e Allahut azza wa jall, që çfarë vlerë të madhe ka agjërimi, çfarë vlerë të madhe ka namazi, çfarë vlerë ka ibadetin përgjithësi, sidomos natën e Kadrit, që njeriu duhet të holumton gjatë 10 natësh të fundit, e jo të veçohet ose të fokusohet vetëm në një natë të caktuar. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke folur për ardhin e Ramazanit, ka thënë: "Idha jaa Ramadan, futihat abwabul janna." Kur të vjen Ramazani, hapën dyert e xhennetit. Wa ghuliqat abwabun nari, dhe mbyllen dyert e zjarrit xhenemit. Wa sufidat ash-shayatin, dhe prangosën shejtant. Tri çështje shumë të rëndësishme për bujarisë, mëshirës së madhe të Allahut azza wa jall, hapën dyert e xhenetit me Ramazan, me ardhin e Ramazanit, mbyllen dyert e zjarrit me ardhin e Ramazanit. Prangosën shejtant, thë Sheikh Uthejmini, është për qëllim maradat ash-shayatin, shejtanët rebel, ata të këqit që më të mëdhej, që bëjnë dëm të madh, se shejtanët këtë nuk lidhen, nuk prangosen. Po a keni vrejt se Ramazan paksohet sherrri? A keni vrejt që Ramazan njeri me vullnet madh, pa përtaci shkon këtë vaktet në xhami, pa përtaci agjeron, pa përtaci lexon Kur'an, pa përtaci çdo ditë edhe natë është më aktiv në dua, në dhikr, përgjithshëm në istighfar, në kërkim falje. Krejt këto janë sharimi që ka thënë pejgamberi sa në fund të hadithit, cilën e transmeton Buhariu dhe Muslimi. Këto janë mirësi madhështore që vijnë prej Allahut subhanahu wa taala në këtë muaj, çka Allahu subhanahu wa taala e ka bërë këtë muaj të veçantë nga muajt e tjerë. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith, duke na edukuar neve, umetin e tij, që të kemi kujdes në agjërimin ton, men lam yada qawl az-zur wala amala bih. Kush nuk e lë fjalën e rrënë, shpifjet dhe veprimin me të se sipas saj, falaysa lillahi hajatan an yada ta'amahu wa sharabahu. Falaysa lillahi hajatan an yada ta'amahu wa sharabahu. Ai cili nuk i lën këto, Allahu nuk ka nevojë që ai me lën ushqimin dhe pijen e tij. E kundërta e kësaj, mafhumul mukhalafa, kuptimi i kundërt i kësaj, njeriu nuk do të vetëm jetë i uritur dhe i jetur, po do të me agjëru për hir të Allahut azza wa jall, agjërimin e tij me shoqëru me ibadet, me rujt gjuhën e tij, me rujt shiqimin e tij, me rujt dëgjimin e tij. Krejt këto janë përgjegjëse, kanë me dhënë llogari ditën e gjykimit. El-yawma nakhtimu ala fawahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhaduna arjuluhum bima kanu yaksibun. Atë ditë do të mbyllim gojet e tyre, sepse fillojnë me rrejt ditën e gjykimit. Njerëz, trupat, atëherë thot dëshmojnë gjymtyrët e tyre. Dëshmojnë domethënë duart këmbët e kështu me radhë. Allah azza wa jall e ka bë obligim agjërimin, siç e tham fillim, për me arrit devotshmërinë. E njeriu që se ruan agjërimin e tij, po vetëm e lën veten të uritur dhe të etur, ai nuk arrin me realizu devotshmërinë, ose nuk arrin me përmbush urën e Allahut, plus nuk mundet me realizu takvallahun devotshmërinë, e cila është synimi i agjërimit. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka këshilluar se si me rujt këtë agjërim. Se mundet me ekspozu besimtari me njerëz të ndryshëm, me gjahila, me ignoranta, me pabesimtar, me fanatik të ideologjive të ndryshme, ku të shajnë, të ofendojnë. Po që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa idha shatamahu ahadun aw qatalahu, nëse dikush e shan ose të ndon edhe mira me godit, falyaqul inni sa'im. Falyaqul inni sa'im.
dhe të thotë një magjerushëm. Transmeton Buhariu dhe Muslimi. Urtësia e kësaj pse? Nuk jam unë që në të gjendje i pa aftë me ta kthy ty. Unë mëj me ta kthy ty, me kone asi sikur ti. Po në fakt, unë jam magjerushëm. Kjo është tërbia, edukata, që na ka mësu i dërguar i Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj në transmetimin e Xhabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, duke folur, ka qenë i njoftën mesin sahabë radhiyallahu anhu, duke folur për çështjen e agjërimit, ju ka thënë shokët vetë njerëzit që kanë qenë atë idha sumta, kur të agjërosh, falyasum sam'uk, le të agjëron dëgjimi, mos më dëgjo bisedat e huaja, mos më marr me temat e huaja, me lafet, mohabetet e huaja, o basaruk, dhe shëshimit, mos më shiqun harame, o lisanuk, anil haram, dhe gjuha jote, me gjupi harameve. Pse më marr njeriu me dëgju mohabetet e kota? Pse me lodh kokën? Pse me shiqun haram? Shiqimin haram pa herë është ndaluar. Mirë, po gjatë Ramazanit, el-ithmu është ashaddu wa a'zam, është më e rëndë dhe më e keqe. Kur njeri sëron agjërimin e tij, sëron gjuhën e tij, për shkatërron agjërimin e tij, ajo do të thotë që ka dështuar person. Ka dështuar person. Për këtë njeriu e ruan dëgjimin e vet, shiqimin e vet, po e ruan edhe gjuhën. Selefi në përgjithësi, po në veç ati sahabët radhiyallahu anhum, ose 3 gjeneratat e arta, el-Qurun el-Mufaddala, sahabët tabiin dhe tabiin, po posaçërisht sahabët radhiyallahu anhum. Allahu azza wa jall kur i ka përshkruar Kur'an ka thënë kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Ata kanë flejt shumë pak gjatë natës dhe në argim kërkojnë falje. Kështu e ka shfrytzuar selefi. Posaçërisht 3 bëhezat e parë, mirë po të secili që ka ecën rrugën e tyne, kështu e kanë gjendje, kështu e kanë domethënë hallin e tyne. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadith, në gjejshëm me hadithin që përmenen 3 përgëzimit nga Abu Hurajra që transmeton Buhariu dhe Muslimi, thotë men qama Ramadanan wa imanan wa ihtisaban, men qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Me një ndryshim të vogël në fund hadithit, kush domethën falë gjatë Ramazanit me iman dhe me shpresë në shpërblim, ka thonë ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Vetë se jënë falë gjinohat e kaluara. Vetë ardhja transmetimeve të shumta, ndështë me ka ndryshim të vogël në thonës e mes, ose ndryshime të vogla, po me tematikat e njëjta, aty aludon për vlerën e madhe që ka Ramazani, agjërimi, ibadetin ta, namazi, sadakaja, e kështu me radhë. Pastaj, pive për madhështore në këtë muaj, është dhenja sadakas, po sadakaja është 2 llojesh, çka është vajib, obligim, edhe çka është, domethënë nafile, domethënë tatawu, vullnetar. Ai çka është vajib, zeqati ato s'ka që ajo nuk diskutohet, se ai që ka obligim zakatin duhet me nxjerr. Mirë po, në këtë muaj sadakaja ka vlerë të madhe, ka vlerë të madhe. Allah azza wa jall duke folur për sadakan thotë mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kemathali habbatin anbatat 7 sanabil. Shembulli atyre që japin sadakan rrugën e Allahut azza wa jall është si shembulli i një fare që bin 7 kallin. Në çdo kallin nga 100 kokra. Dhe Allahu shënfishon shpërblimin kujt e da. Allahu është gjithëpërfshirës dhe i dijshëm. Ka dije të madhe. Allahu subhanahu wa ta'ala. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadith, ma naqasat sadaqatan min al-mal, min mal. Nuk paksohet pasuria kur jep sadaka. Sadakan kur jep lëmoshën, dhimbjen kur jep atjetër, nuk e pakson pasurinë. Madje ka ardhur një hadith kutsi, ku Allah azza wa jall thot, jep o biri Ademit se unë t'jap ty.
Do të thotë kjo është vlera që ka sadakaja e posaçërisht muajin e Ramazanit. Ka thënë Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu an-nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte më bujari ndër njerëzit. Mesin e njerëzve më gjymërtlia. Nuk ka pas gjymërtli më shumë saj. Për këtë dëshmon edhe biografia e tij e ndershme. Ku një beduin një rast ka shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka kërku, dhe ai sallallahu alaihi wasallam i ka thënë: "A peshef atuf dhën dele mes dy kodrave?" Ka thënë: "Shko dhe merre." Ka thënë: "O i dërguari i Allahut, ata Allash me mua?" Ka thënë: "Jo, shko merre." O kthito populli vet me gjithat tuf delesh aty, kanë qenë 50, 100, sa kanë qenë nuk e di, dish për merre tuf e madhe. Edhe shku te populli vet dhe ka thënë: "Kam ardhur për një njeriu që nuk ka frikë fukarallakum, varfarim." E thot Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë muaj ka qenë me bojari dhe njerëzit. Është veçu me këtë cilësi, edhe nuk ka pas kush që ja kalon. Pastaj njeriu kur ta bën këtë, do të më bëj për hir të Allahut azza wa jall, kur jap lëmoshën, kur jap sadakan, kur jap zakatin. Posaçërisht zakatin, se para më rësisht se sadaka lëmosh të vullnetar, zakati ka shpërblimin më të madh. Mirë po, kur e bën këtë, do të më bëj për hir të Allahut azza wa jall, mos më përmend, sepse nëse përmend e humb shpërblimin. Allah azza wa jall thot: "Inma yataqabbal Allahu min al-muttaqin." Vërtet Allahu pranon nga të devotshmit. Do thotë se cila sen lidhet me devotshmëri. Me devotshmëri, sikur çështja e agjerimit që përmendëm në fillim. Pastaj, nëse shiqojmë selefin, sidomos sahabët radhiyallahu anhum, ata kanë dhënë rrugën e Allahut dhe janë friksuar që nuk i pranohet. Për atë ka thënë Allah azza wa jalla në ajet kuranor: "Walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila." Dhe ata japin, por zemrat e tyre janë të fiksuara që nuk ju pranohet. Atëra Aisha radhiyallahu anha e ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kush janë këta? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Humul ladhina yusalluna wa yusumun." Këta janë ata të cilët falen dhe agjerojnë. Wa yakhafuna la yataqabbala minhum. Wa yakhafuna an la yataqabbala minhum, dhe friksohen që s'ju pranohet. Friksohen që nuk ju pranohet. Po fatkeqësisht në kohën tonë ka njerëz që japin zakat, japin sadaka, ndihmojnë të tjerë, po i publikojnë veprat e tyre. E kjo është gabim, sepse shkatron veprën e tij. Dhe thotë, këta kanë dhënë rrugën e Allahut azza wa jall, po prapë janë friksuar që Allahu subhanahu wa taala nuk e pranon. E vetë ky ajet kuranor tregon se Allahu e pranon vetëm për atyre që janë domethënë të devotshëm. Pastaj Kurani duhet lexohet sidomos gjatë Ramazanit, sepse është muaji Shahrul Quran, muaji i Kuranit në cilin ka zbrit Kurani, dhe duhet punohet me ta. Për këtë pejgamberi sa ka thënë: "Wal Quranu hujjatun laka wa alayk." Kurani është dëshmi për ty ose kundër teje. Ose është dëshmi për ty ose kundër teje. Për këtë arsye, njeriu edhe lexon, pa dhe mediton ta, edhe vepron me ta. Pastaj agjerimi, do të ketë kujdes njeriu të harron agjerimin e tij. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith, në fakt selefi kanë thënë në një hadith: "Rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi ila al-ju' wal 'atash." Do një agjerues nuk arrin asgjë për agjerimit të tij me përjashtim etjes dhe urisë, si shkak i veprave shëmtuara që i bën gjatë agjerimit. Andaj vëllezër të nderuar, të mundohemi të arrijmë këtë muaj të begatshëm me bindje, me besim, me iman, me llogari, duke llogaritur në shpërblimet e Allahut azza wa jall, të shfrytëzojmë maksimum me ibadet, mos jemi nga ata të cilët e kalojnë këtë muaj sikur me pa përjetu fare, po përkundrazi, përveç atyre që janë obligative, të mundohem të shtojmë nafilet, veprat vullnetare, po parësore janë farzet, sidomos falja 5 kohëve, namazit, sepse ka njerëz që agjerojnë për nuk falen, kështë e rrezikshme.
Është rrezikshme shumë, sepse ajetet kuranore, hadithet profetike që folin për larjen e namazit janë kërcënuese. Dhe gjitha ato, sidomos hadithet e shumta që kanë ardhur në transmetim të saktë, janë shumë kërcënuese për ata që se falin namazin. E njeriu do t'i kthehet Allahu Azza wa Jall, ta shfrytëzon këtë çast ose këtë muaj të volitshëm që të pendohet, t'i kthehet Allahu Azza wa Jall me namaz, me agjërim, me devotshmëri, me përulje, me lexim Kuranit, me dhikr, me fal namazet me xhamat, e sidomos to që janë nafile, sepse janë vetëm një muaj, siç është namazi taravis. E lësë Allahun Azza wa Jall me emrat e tij të bukur, me cilësitë e tij të përsosura, që të na mundsoj neve dhe juve të arrijmë këtë muaj të begatshëm, që ka dhe disa ditë caktuara deri momentin e ardhjes së tij, do të na bëjë të mundshme neve dhe juve me shfrytëzu këtë muaj. Po në Allah na bëft të mundshme që të dalim faqebardh dhe pas përfundimit të tij, dhe Allahu na i pranoft pastaj veprat, pavarësisht a janë pi farzave apo pi nafileve, dhe doja jonë e fundit është Walhamdulillahi Rabbil Alamin.